Ishte një nga ato momente që nuk planifikohen, nuk llogariten dhe nuk rikthehen dot. Një moment që ndodh sepse dy njerëz kanë mbajtur shumë brenda vetes dhe më në fund diçka dorëzohet. Eliona dhe Klodi qëndronin përballë njëri tjetrit, jo në qendër të shtëpisë, jo për shoh, por në një cep ku zërat e tjerë dukeshin larg, sikur shtëpia për një çast kishte vendosur t'i linte vetëm. Eliona e shikonte Klodin ndryshe atë mbrëmje. Nuk ishte më ai shoku i bisedave të gjata, as djaloshi që e dëgjonte me durim. Ishte diçka tjetër. Diçka që i kishte dalë jashtë kontrollit. Zemra i rrite fort, jo nga frika, por nga një ndjenjë e pastër që po kërkonte dalje. Klodi e ndjeu i pari ndryshimin. Heshtja mes tyre nuk ishte e sikletshme. Ishte e ngarkuar. Sytë e Elionës flisnin më shumë se çdo fjalë që kishte thënë ndonjëherë. Je mirë? E pyeti ai me zë të ulët. Eliona nuk u përgjigj menjëherë. Ajo vetëm u afrua një hap më shumë. Pastaj edhe një tjetër. Dhe pa e menduar gjatë, pa dram, pa paralajmërim. E puthi në buzë, një puthje e vërtetë. Jo e shpejtë. Jo e pasigurt. Një puthje që nuk pyet se çfarë do thonë të tjerët. Klodi u shtang për një sekondë. Pastaj gjithçka u çlirua. Ai e kapi lehtë fytyrën e saj, si të donte të sigurohej që kjo po ndodhte vërtet. Dhe ju përgjigj puthjes. Në atë çast, diçka plasi. Jo në shtëpi. Brenda tyre, dashuria, ajo që ishte mbledhur ngadalë, pa zhurmë, pa skena, doli në dritë. Kur u larguan pak nga njëri tjetri, Eliona buzëqeshi. Një buzëqeshje që nuk kishte më dyshime. Më në fund, tha ajo lehtë. Klodi e pa, ende i tronditur, por i qetë në shpirt. Më në fund, ja ktheu. Nga ai moment, gjithçka ndryshoi. Nuk kishte më nevojë për sqarime të gjata, për pyetje të tipit çfarë jemi ne? Ishte e qartë. Ata ishin bashkë. Jo sepse duhej, por sepse ndodhi. Në orët që pasuan, shtëpia nisi ta ndjente ndryshimin. Nuk ishte diçka që bëhej me zhurmë. Ishte energji. Afërsia e tyre ishte ndryshe. Ulur pranë njëri tjetrit. Duart që kërkonin njëra tjetrën pa e menduar, shikimet që takoheshin edhe në heshtje, banorët nisën të flisnin. Disa me buzëqeshje, disa me dyshim, disa me habi. Por askush nuk mund ta mohonte. Një çift i ri kishte lindur në Big Brother. Eliona ishte më e qetë se kurrë. Sikur një peshë e madhe t'i ishte hequr nga kraharori. Ajo nuk po luante më role. Nuk po ruhej. Ishte vetja, Klodi, nga ana tjetër, dukej më i sigurt. Jo më ai djaloshi që përpiqej të mbante balanca, por një mashkull që kishte zgjedhur. Dhe zgjedhja e tij ishte Eliona. Nuk e mendova kurrë se do ndodhte kështu, i tha ai më vonë, kur ishin vetëm. As unë, ja ktheu ajo. Por ndoshta gjërat më të bukura ndodhin pikërisht kur nuk i planifikon. Ata qeshën lehtë. Një e qeshur e thjesht, por e mbushur me kuptim. Në ditët që pasuan, marrëdhënia e tyre u bë më e dukshme. Jo për puthjet. Jo për skenat romantike. Por për mënyrën si e mbronin njëri tjetrin. Si flisnin. Si heshnin bashk, publiku nisi të flasë për ta si çifti i ri. Disa i besuan menjëherë, disa dyshuan. Por Eliona dhe Klodi nuk kishin nevojë për aprovimin e askujt. Ata po jetonin momentin e tyre, edhe nëse zgjat pak, tha Eliona një natë, do ta mbaj mend gjithë jetën. Klodi e shikoi seriozisht. Unë nuk jam këtu për pak, tha ai. Jam këtu sepse kur jam me ty, çdo gjë ka kuptim. Eliona nuk foli. Vetëm e përqafoi. Në një shtëpi ku gjithçka shpesh është strategji, llogari dhe lojë, lidhja e tyre dukej ndryshe. Jo perfekte. Jo e sigurt. Por e vërtet, dhe ajo puthje e parë. Ajo nuk ishte thjesht një moment televiziv. Ishte fillimi i një historie që askush nuk e kishte parashikuar, por që tani të gjithë e shikonin. Një çift i ri kishte lindur në Big Brother. Dhe dashuria, për një herë, kishte fituar pa bërë zhurmë.